Dosjet e SPA kanë zbuluar mekanizmin e vjedhjes dhe ndarjes së parave publike përmes tenderave ku zyrtar publik dhe biznesmen klient bashkëpunojnë për të manipuluar procedurat e prokurimit. Hetimet tregojnë se kriteret e kualifikimit përshtaten për kompani të paracaktuara. Ofertat fituese barazohen me fondin limit. Fondet fryen artificialisht, ndërsa dokumentet falsifikohen. Operatorët ekonomik manipulojnë zbatimin e kontratave, devijojnë projektet dhe plotësojnë situacione fiktive për punime të pakryera. Sipas raportimeve të portalit Prapaskena, e njëjta skem ka funksionuar në Bashkinë e Gramshit, e drejtuar nga Besion Ayazi. Në të paktën 7 procedura prokurimi gjatë viteve 2023 dhe 2024. Kriteret e tenderave nuk kanë patur lidhje me objekte konkrete, si rikonstruksioni i shkollave apo ndërtimi i rrugëve. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se kriteret janë përdorur për diktuar fituesit, ndërsa komisionet e vlerësimit të ofertave nuk kanë verifikuar kushtet minimale të kompanive pjesëmarrëse dhe fituese. Ky veprim përbën precedent të rrezikshëm me element penal. Florian dhe Halil Muha, pronar të kompanisë Inerti SHPK, kanë fituar tenderin për rekonstruksionin e gjimnazit Shefqet Guzi në Gramsh, pa plotësuar kriteret. Më pas kanë mashtruar me zbatimin e kontratës, duke falsifikuar situacione për punime që nuk ekzistojnë. Oferta fituese ka qenë 700.000 euro, sa fondi limit. Kompani me oferta më të ulta janë skualifikuar. Tenderi është firmosur nga kryetari i Bashkisë Gramsh, Besion Ayazi. E njëjta skemë është përdorur për tenderin e sistemimit dhe asfaltimit të rrugëve të brendshme të fshatit Ceruj, me vlerë rreth 400.000 euro. Fituesi janë shpallur Algert Zani i kompanisë Gelezani SHPK dhe Gjergji Bezati i kompanisë Viante Konstruksion SHPK. Ata kanë mashtruar me situacione fiktive për punime të pakryera në bashkëpunim me supervizorin. Me të njëjtin mekanizëm kanë vepruar edhe Jemin Toto i kompanisë Totila SHPK dhe Yzedin Bozhaj, pronari i kompanisë Shëndelli SHPK, i skeduar për shfatje masive të fondeve publike. Ata kanë përfituar tenderin me vlerë 800.000 euro për rekonstruksionin e rrugës në fshatin Mashan, njësia administrative Kodovjat, Bashkia Gramsh. Pas marrjes së kontratës kanë manipuluar dokumentacionin e volumit të punimeve për të përvetësuar fondet publike. Abuzime janë konstatuar edhe në tenderin për ndërtimin e pritave në bregun e Lumit Devol me vlerë 800.000 euro. Protagonisti i kësaj skeme rezulton Eral Myftaraj, pronari i kompanisë Meteo dhe një rrjet i kompanish të përfshira në shpëllëzim, përvetësim fondesh publike dhe pastrim parash. Myftaraj ka mashtruar me volumin e punimeve. Kontrolli i lartë i shtetit ka dyshime edhe për mashtrim në cilësinë e hekurit. Bashkisë Gramsh është kërkuar të ngrejë grup pune për të verifikuar në terren vendosjen e hekurit. Vendosjen e hekurit 06 në gabionët mbrojtës. Nëse rezulton se hekuri nuk është vendosur, bashkia duhet të arkëtojë vlerën prej 1.315.579 lekëve PTVSH si pagesë për punime të pakryera nga subjekti M SHPK. Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar abuzime edhe në pagesat e Bashkisë Gramsh për pastrimin e qytetit. Raporti konstaton mashtrime volumin e mbetjeve të mbledhura dhe të depozituara në landfillin e Elbasanit. Të gjitha kontratat janë firmosur nga Besion Ayazi me kompaninë Kurora, me pronar Servet Dedja. Krijohen dyshime të forta për raporte klienteliste. Në këtë rrjet përfshihen edhe operatorë të njohur për fitimin e tenderave si Renido Petritaj, Adriatik Zeqillari dhe Nazif Bajrami. Yzedin Bozhaj, 65 vjeç nga Mallakastra, është administrator dhe pronar i vetëm i kompanisë Shëndelli me kapital 2.7 milion lek. Ai e ka trashëguar kompaninë në vitin 2005. Gjatë 10 viteve të fundit, kompania ka përfituar mbi 70 milion euro tendera publik, shpesh me oferta sa fondi limit, me dokumente të falsifikuara dhe me situacione fiktive për punime të pakryera. Vetëm vitet e fundit, mbi 10 milion euro janë transferuar nga arka e shtetit në llogaritë e kësaj kompanie. Në 2 procedura të Bashkisë Saranda audituara nga kontrolli i lartë i shtetit, është konstatuar vjedhje e parave publike gjatë zbatimit të kontratave të fituara nga Shëndelli. Për mbikëqyrjen e kontratave, institucionet publike kontraktojnë kompani supervizimi. Vjedhja e fondeve përmes punimeve të pakryera nuk realizohet pa bashkëpunimin e supervizorit dhe të autoritetit kontraktor. Skema funksionon vetëm përmes koordinimit korruptiv me zyrtarit publik, pronarit të kompanisë fituese dhe kompanisë mbikëqyrëse. Sipas portalit Prapaskena, këto fakte përbën një skem të organizuar të përvetësimit të fondeve publike përmes tenderave.